E pra të dashur miq, ja ku po takohemi, ju përshëndes nga zemra të gjithëve, shpresoj që keni kaluar sot një ditë të bukur, tani po shkoni në shtëpi, disa që kanë mbaruar në orën 15 punën dhe besoj që më dëgjoni mua. Tani dua të flas pak për Albën edhe për Bian. Bia Khalifa, një personazh shumë interesant, do me thënë e thonë opinionistet se për mua nuk ka ndonjë interesante të thuash paleçar, do me thënë mua më duket budallalik Bia Khalifa me veprimet, me lëvizjet dhe me mënyrën se si ajo ka, do me thënë ka vendosur që ta bëj në jetën e saj. Do flasim për lojën e saj edhe të Albës. Alba edhe Bia kanë një lloj urrejtje prej jashtëm. Në fakt e shoh urrejtjen nga ana e Bies dhe jo nga ana e Albës. Unë kam menduar që Alba do të jetë kjo femra që do të jetë më xheloze sepse Bia ka qenë më vonë me limin. Por Alba tregon shumë kulturë, tregon shumë njerëzilik dhe tregon shumë vërtetësi. Tani kjo Bia Khalifa është një super mashtruese, do të thoni ju pse. Sepse mbrëm thonte që Alba mua më ka rëzuar, ndërsa ekziston videoja, por unë nuk mund ta shfaq shkaku sepse televizioni nuk lejon. Ekziston videoja, e keni për të gjitha rrjetet sociale në TikTok, ku Bia vetë ngjitet Albës edhe rrëzohet vetë. Edhe thot Alba më rëzoi. Alba njëherë nuk ka qenë fare duke u marrë me Bien në atë moment, por është duke vrapuar pas një banori tjetër. Tani, Bia e pështyn në fytyrë. Bia e bullizon në fytyrë, do me thënë Alba është duke folur, Bia bullizon sepse Bia dëshiron që Alba ta godet edhe të del nga shtëpia. Tani unë nuk e di ky produksioni, realisht nuk e di si mund të toleron një gjest të tillë edhe të mos e vej fare në skenar, do me thënë brëm ishte nga orët e vona debati i Albës me Bien, nuk ishte një debat i rëndësishëm që për mua është shumë i rëndësishëm si debat, si diskutim, sepse unë nga Bia shikoj një vajzë tepër si do ta quaj, do të thënë shikoj një vajzë tepër hakmarrse dhe Bia ka një lloj nervozizmi që zakonisht mund të ndodhë tek këto vajza të cilat e bëjnë jetën që bën Bia, sepse unë dua të flas drejt për drejt. Një vajzë e cila ndron dashnor çdo ditë nuk ka ndjenjë shpirtërore. Dhe në këtë rast le të më quajnë paragjykues, unë dua të jem paragjykues në këto pika se nuk mund t'i mbështes. Në fund të ditës është një vajzë e cila vjen nga një kulturë që ne nuk e njohim, vjen nga një shtet që ne nuk është se kemi ndonjë aleancë, do me thënë nuk e kuptoj përse duhet të jetë rëndësia e Bies duke patur gjithë ato artistë, gjithë ato personalitete Bien kanë përzgjedhur për Big Brother, do me thënë është llumi fare dhe presionin që bën kundër drejt Albës të mos merret parasysh, mua kjo më duket e preferuara e produksionit. E po tani, nëse Bia është e preferuara e produksionit, do flas në gjuhën popullore, atëherë më vrit veten. Do të thënë ku kemi arritur me banorët. Unë mendoj që Bia, si vajzë e mirë, duhet bëj valixhet gati edhe të largohet nga shtëpia, sepse nuk është për Big Brother. E para njëherë nuk e din gjuhën, a unë e di që sipas rregullores është ndaluar të flitë gjuhë tjetër në Big Brother, nuk e njeh lojën. Bia, do të thënë, vetëm dëshironte që të lidhet me ndonjë djalë aty brenda dhe shikon që mentaliteti shqiptar nuk pranon një femër të tillë, qoftë edhe për lojë, sepse kanë prindër jashtë që reagojnë. Dhe në këtë mes, do me thënë, unë mendoj që personazhet si Bia janë thjesht humbje kohe, edhe nuk është se të sillen ndonjë klikim. Do të thënë ka personazhe të tjerë që janë më të mrekullueshëm për të sjellë një klikim. Tani që Bia ka problem serioz me Albën, këtë nuk e vën diskutim. Me thënë Bia ka urrejtje personale me Albën dhe loja e Bies nuk është lojë, por është personale kundërdrejt Albës dhe ajo këtë gjën po e tregon çdo ditë. Dua të marr mendimin tuaj. Si e përshkruani ju lojën e Bies edhe të Albës, që unë e shoh që Alba në këtë mes është vërtet në një siklet shumë të madh.